në projektin politik të vetëvendosjes, e shpallën vdekun që sfiton më kur komuna ma shumë, e shpallën vdekun që ai veç s'ka do me majt pushtetin veç s'pëdën që shmja leon, krejt këtu bën, nuk kish u rikthym për shkak se rrethonat janë kriju të reja. Nuk mund të marrë dikush më thonë studio mua Albin Kurti nuk punson njerëz mund të për ndërmarrje. As më marrë më thonë Albin Kurti nuk e mon peng Kosovën, as më thonë mua Albin Kurti e ka në plan me nshu pushtetin. Po mirë, nëse duke mu marrë me sene të cilat s'kishe qysh mja dokumentu se ish fjale eme për ballë besimit tjetrit. Sot s'është fjale eme. Në diskutime sipër se nuk dashëm edhe prej 2-3 herë. Në diskutime sipër e thatë një gjë shumë interesante. Që po du me diskutu bashkë me të rekë dhe një paralele sa keni qenë vetëvendosi. Rëzimi i pushtetet autoritare thotë është grupacion jo i disa partive dhe nuk mundet një parti realisht me lujt. Kështu s'ka ndodhur faktë na ikon s'ka rregulla. Me ndru, sa keni qenë vetëvendose, me se në kuptohet dhe nuk gaboj, partia autoritare i keni thonë edhe PDK-s. Jo. Edhe shimthashit, po, i keni thonë. Mish pas ke harru. I ke thonë që është parti... Jo demokrat, po si kemi thonë autoritare i keni thonë. Unë e marrë me në shumë mirë, kanë qenë gazetar. Dhe shimthashin pikërisht rëzaj vetëvendose me vota, po, me pushtet. Dhe PDK-n. Pra është disa rrethana për shfarzuar. Unë po të reke thash paralelen apo diskutojmë. A është s'është që po diskutojmë bashkë të këtu, po mu m'la përshtypje kjo. Sepse ideja që gjithsesi një grupacion i partive politike është instrumenti vetëm për me rrezu një parti si vetëvendose, për mua nuk qëndron. Pra unë ja pranoj këtë gabimi që i bëjnë partitë opozitare. Gjithçka është ashtu që shpe komenton edhe të LDK-ja, edhe të PDK-ja, por ideja që gjithsesi me shmang mundësin që një subjekt me mposht, për mu nuk është të qëndrueshme. Pra pësa po e thëmë që i keni thonë partia autoritare dhe vetë zoti tha që i keni thonë atë kohë autoritar, është se a i s'është në pushtet më. Pra, ka ndodhë një rotacion, ka ndodhë një lëvizje. Kështu që edhe unë nuk e besoj që është e pamundun që një subjekt politik me një qase duhen me rrezu Albin Kurti. Kjo nuk qëndron. Kur ka thonë nuk u konë mira. Përgjësimi dyqysh i komplet kësaj duke që nuk përjep shpresë një subjekti i cili ndoshta nëse e shek këtu nga ky prizm juj, ai të rri që thonë s'më me mbri unë kështu. Domethënë Albin Kurti asnjëherë. Pra ju nuk po ofroni alternativë ose opsion edhe për subjekte tjera politike. Ti ju thon kështu. Ka të keni vetë, pa u bo bashkë, qëto e të e thonë? Apo kupton? Edhe kjo është pak shpresë, edhe besoj për partit, është pak shpresë edhe për votuesin që mendon me bo këtë ndryshim autoritar që përqyën e ju në raport me vetëvendosin. Kam la përshtypje edhe e dyta, nëse më i majtë së në pyetje, ju tha që me 52 vote kishit bo qeverin. Që shumë mujta me kuptu, ju i kishit shti dhe lisën sërbe. Në qëtë situatë politike që shjepe, nëse nuk ka bëj. Kishit qeveris me ta. Po të përgjigjna. Qëre, kritika e vetëvendosjes pak e rëndësishme është nuk ka qenë thelbi i kritikës vetëvendosjes për pushtetin e thaqit autoritar. Ka mujt në herë në kush mi thonë, po s'ka qenë autoritarizmi. Ka qenë korrupsioni, ka qenë shimet pëmë Serbi, kanë qenë plot qësisene. Elementi i përbashkët i tyne o konë kritika për një qeveri autoritare, kleptomane. Qështu konë thelbi. Nuk ka qenë autokracia. Na herë i kanë thonë që ti si e demokrat, po s'ka qenë kjo. E dyta, është vërtetu për shkak të tranzicionit, i cili dorën zemë është ndikullën nga gjykata speciale, po ka ndodhur një tranzicion demokratik, është barë procesi për një grup tjetër. Unë nuk e zgjedhi, a është Albin Kurti autoritar ose jo. Kjo as nuk e më vjen prej njohjes me ta. Kjo më vjen për i leximeve edhe për i studimeve të rasteve kushe. Krejt këto që ne i kemi thonë për Albin Kurtin, nuk na kanë ardhur shumica për tyne, për shkak se më ka kallëzu mund i kum kallëzu atij. Po ti i lexon deklaratat e njerëzve, bindjet, i sheh rastet, dhe sheh që ajo bëhet krejt njëjtë. Pra, që tonë menoj që gabimi i analizës politike që i bëhet pushtetit në Kosovë, i bëhet duke qyrë me interpretu pe veprimit në veprem Albin Kurtin, e duke pa tensin e bot kuptimit ti. Për shembull, ajo ka një fjali emblematike në dokumentin që u patëm prisht na, të u bo, jo për to, po edhe për to, thot, ne nuk mundem me marë pushtetin, pa një gjendje të jashtëzakonshme. Dhe thot, nuk mundem as me majtë me qeveris për një kohë të paktën pa gjendje të jashtëzakonshme. Kjo që apo të ndodhë sot, është gjendja e jashtëzakonshme në konceptin politik shtetit.
Sepse nuk ka demokraci. Aja ka suspendu edhe kuvendin, edhe presidencën, edhe gjithë shka. Fikall vet i majti këtu. A ju qu. Nuk është puna, a e ofendoj, a i ka rapi shmën Dimal Bashës, kur e propozoj minister.